Shoqën e kam portugeze. Çka ti dëshim me fol? Përshëndetje, je mirë, të shesh, ka punë. Këtu kështu manifest. Kjo është domethënë e fest katolike, unë i përkes fest muslimane, por jemi bashkë që 15 vjet jemi të martuar. Shumë mirë. Shumë mirë. Na jemi martu këtu. Këtu kemi bërë darsë vetë, edhe jemi martu. Nuk kam atë problemin se s'kemi fëmijë. Dashurinë. Po. Dytë, po kjo më shumë. Natyra gratë janë më të buta dhe shprehin dashurinë më hap. Çdo fundjavë një buqet lule, kjo meriton mas pak. A jetoni jashtë aku? Jashtë, A jashtë. Cilin vend jetoni jashtë? në Zvicër. Në Zvicër. Vendin më të mirë. Cilin qytet? Kanton Friburgit jemi. Friburg. A dërgon Kosova zgjatar ju kur zvin pak njerëz. Pushimin e paskët të gjatë pak më. Na kemi ardhur pak më ndryshe se jemi vendit rushtë, të kemi ardhur. A me që ju rrushin. Edhe dim që keni rrushin për mrekulli. Po, A dërgon që sa vite jeni në Zvicër? që 30. Që 30 vite. Po. Ko qashë. A dërgon që sheni jetë më bashortën. Qelë këtë shumë që Unë shoqën e kam portugeze. është e huaj. Po. Interesant. A kështë shqip me foli që ka mëre? Qka ti me foli shqip? Pak. Pak. Qka ti shqip me fol? Qka ti pak me fol? Qka ti me fol shqip për shumë? Përshëndetje. Përshëndetje, je mirë, të shesh, ka punë. A të veçen Kosova? Po. Shumë, a? Shumë. Në Oveci? Mirë. Kështë jetu në Kosovë? Së? Kjo pra është edhe 2 vite marrë me jetu këtu. Me lëshu Zvicrën. Me që Zvicrën, a? Po. Interesant. Që sheni njëftu? Jemi këtu atje të punu edhe jemi njëftu kështu manifest. Manifest. Anton, takimi parë, që e kujton? Po? Që e kujton takim të parë? Takimi? Po. Nuk kujton shumë sa. Një qka interesant që keni kalu bashkë. Shumë mirë. Kemi kalu, thashin, për herë të parë kam njohë me një datë lindje dhe aty në kamet edhe sot jemi bashkë. Sot, a do në ditën e parë, bashkërtën tonë? Ditën e parë. Ashtu, s'kam kur farë ndryshimi. Dhe që tash jo. Pra ta dhe jemi bashkë edhe kështu. Kështu a i paragjiku të njerë se shqiptarë ti kanë paragjiku. Ta marëm dikon të hu. Unë si kur ta kisha paragjiku, nuk isha lidhë me këta, se kjo është, domethënë e fest katolike, unë i përkes fest muslimane, por jemi bashkë që 15 vjet jemi të martuar. 15 vjetë. Po. Sot ka pengu që kjo është fest katolike e tu. Asnjë san. A e këndi shumë të feja Nuk e praktikoj kur gjë, asnjë san. Unë nuk e praktikoj fetë. Nuk e praktikoj. Kesh ti je musliman, po Po, nuk e praktikoj. nuk e praktikoj. Edhe kjo është katolike, po nuk e praktikon. Edhe jemi bashkë. Nuk praktikojmë as unë te feja kësaj as tjetër janë. A dëgon drejt familja që e pritën? Shumë mirë. Shumë mirë. Na jemi martu këtu. Këtu kemi bërë darsë vetë, edhe jemi martu. Kosovë në martu. Po. Interesant. Po familjen e saj, që shë keni po? Mirë shumë, edhe familja disa kanë qenë disa, jo, kështu. S'ka mund krejt. A do të framenimi ki për gratë shqiptare me ato portugeze? E pishman sot që e martu me në Jo, s'jam shpon. Nuk paraqikoj edhe gratë shqiptare, po unë kam pas fatën më njoftu me një që u përshtat për mua dhe sot jemi bashkë. Mirë, a kim kanë? Jo, s'kam. Jo, s'kam. Inshallah, s'pëti qa me thoi. Nuk Si dihet? nuk e kam atë problemin se s'kemi fëmijë. Ndoshta më vonë mundën dhe më ardhe fëmija, nuk e di, por na e bëjmë jetën të lumtur. Pra si ju bën të lumtur edhe ku jeni edhe pak fëmijë. Po. Dashuria. Jemi pjesë fëmijëve tonë i llogaritim edhe nipa të mbesë që kemi këtu, edhe ata i llogarisim si fëmijë tanë. Edhe kështu. Po kështu, për çka ke mësuar për traditat e Kosovës? Çka i pëlqen? Kjo i pëlqen gjithë, kjo din me vopite. A ti e bopita? Dhe? Pita, fli, trileqa, baklava, sutjash. Këto veshjet, fustanat, Po, Kosovës. i donë ato. Po, A ti mirë. vesh këto ndasme? Mirë. I ka vesh edhe ato, po vetëm në ceremoni kur kemi raste të festave, kështu nuk na bjen me vesh atje, po në raste të festave kështu ti vesh edhe ato. Interesant. Në një moment që ju ka ndodhur diçka, qoftë diçka shumë që ju domethënë e keni pas shumë të veçantë për 30 vite, cila ka qenë diçka për dashurisë që duani shumë njëri tjetrin. Veçantë, Po. thash veçantë na
kemi fëmijën e motrës që kemi, kjo është mrikull e fëmijëve. Kjo edhe domani jemi shumë të lidhur me ta. Edhe është për neve është diçka shumë e shenjtë. Edhe plus thash kemi familjarë tjerë që kemi vllazërin, motrat, ku i thonë në Kosovë, por jemi shpërndarë, por prapë jemi bashkohem kur vim këtu bashkohem gjithë. Shumë gjë e mirë. A do të lash më shumë dashurinë një tjetrit? Dashurinë? Po. Dytë, po kjo më shumë. Kjo më shumë, apo? E kuptoj po duket. Kamera dhe më shumë, kjo përgjithësi. Për nga natyra gratë janë më të buta dhe shprehin dashurinë më hapta si meshkujt. Na kemi dashurinë, por e kemi me rezerva. Meshkujt. Mendojnë kështu. A i bën dhurata shpesh? Po. Me fasia kështu? Po. Sa ka qenë dhurata më e kushtueshme që keni bërë? Kushtueshme. Na nuk jemi një që bëj dhurata të shtrejta, po bëj dhurata të shpeshta. Sidomos për gruan, bëj dhurata të shpeshta. Kjo dhurata ki po pak më veçantë. Ma veçanta. Ma veçanta. Thash parfuma, lule blem, parfume. Lule kemi gati vetë çdo fundjavë, një buqet lule. Kjo meriton mas pak. Tip romantik më duket, a? Si në për telenovela. Jo, nuk jem romantik, jem shumë A është romantik? Jo, no shumë. Jo shumë, a? Jo. A ki qenë bukar ma romantik? Kjo është kjo shtere majtë romantik më Po. Ma shumë. shumë. Interesant. Çfarë çifti për mrekulli? Faleminderit. Po të në fund, ka një mesazh më na dhënë për gjithë audiencët tonë historitë jetës. Për gjithë çift, çaj të thonë diçka. Një model çysh më e kalu mirë, çysh e keroni ju dy. Gjithë shiftave në Kosovë këtu, ju dëshiroj kanë një jetë lumtur, edhe kanë paqe mes veti, edhe mirë kuptim ndaj njëri tjetrit. Se kur kanë mirë kuptim ndaj njëri tjetrit, edhe jeta vazhdon pa probleme. Sa po na thon fund ti diçka, shqip. Çka dush më thanë shqip? Kë është dizera albaneze? Albanesh, Mirë pafshim herën tjetër. mi ju pashëm, a kalosh mirë, faleminderit. Kalofshi mirë, jore më të mirat. Faleminderit, mirë pafshim. Faleminderit. Ciao. Faleminderit.